Lëna në harres prej vitesh, 50 familje rome në lagjen mbrëstar Ura të Fierit vazhdojnë të përballen me mungesën e kushteve bazë të jetesës. Banorët e kësaj zone janë drejtuar shpeshherë Bashkisë Fier, duke kërkuar investime në infrastrukturë dhe shërbime të domosdoshme, por pa marrë asnjë zgjidhje konkrete. Ky komunitet vuan mungesën e ujit të pijshëm, energjisë elektrike dhe rrugëve të kalueshme. Për më tepër, banesat e tyre mbeten ende pa certifikata pronësie, ndërsa ndihma sociale është pothuajse inekzistente. Jeta në këtë lagje përshkruhet nga vetë banorët si e mbushur me baltë, ujë dhe mirim, duke e konsideruar situatën e tyre një formë diskriminimi nga institucionet vendore. Banorët shprehen se ndërhyrjet e autoriteteve kanë qenë të kufizuara në mbushjen e disa gropave me çakull, pas një investim tjetër të qëndrueshëm. Kjo është një tallje, thon ata me indinjat, duke theksuar se ndihen të braktisur dhe të përjashtuar nga zhvillimi i qytetit. Pamjet dhe dëshmitë e tyre janë sjellë nga kamera e televizionit Apollon, duke hedhur dritë mbi realitetin e vështirë me të cilin përballen këto familje çdo ditë. Investime këtu nuk ka fare, as kanalizime, as rrugë. Na bie ndonjë urgjencë, na sëmurët ndonjë fëmijë, ndonjë njeri, neve futemi deri te gjujt në ujë. Ja, siç e shikoni vetë, fillon këtu rruga, në fund të lagjes, e nga shina deri në fund të shinave, kanalizimi me gropa skeptike janë. Shiko, do futesh aty, bie era, jitesh këtu. Se ka i mori, jo te i kuqi, ja i tjetri. A keni kërkuar nga drejtuesit për investuar në rrugë? Kemi kërkuar. Nuk na i vun veshin. Nuk na i vun fare lere, hajde se janë romë. Janë racista. Në problemet sociale, si është komuniteti rom? Si është? Në gjendje të keqe është, në gjendje shumë fukarenj. Pa asnjë asistencë, pa asnjë ndihmë, pa edhe një gjë. Janë racista, po që këta të komunës Mbrëstarit janë shumë racista. Kur vinë votat, gjoja duke këtu edhe as edhe një gjë nuk bëhet. Kjo lagja jonë, vetëm kur vinë votimet, vinë vetëm sa të marrin votat. Pastaj hidh ujë. Asnjë gjë, u kanë që po mbledh. Pagure, kam një karru që u shenë, edhe nuk mund pjesë u fare, ke buk as asistencë, qa punoj vetë. Që dua këtë qeverin? Të vëzën karriket atje, voton të vëzën karriket të jetojnë ata mirë. Shumë keq, as ndriçime, as kanalizime, as rruga rregullohet, as një gjë. Rrugët ndriçimet i kemi kërkuar, kur vinë votat vinë këtu, edhe nuk bëjnë asnjë gjë.